Mbrëmje të nderuar bashkëqytetarë të komunës së Gjakovës. Urime dita e çlirimit të Gjakovës. 18 vjetori i veçantë i komunës tonë dhe i gjithë Kosovës, kur për herë të parë pas shumë viteve, në veçanti pas 79 ditë bombardimeve të NATO-s dhe luftës frontale të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, ju Gjakovar frymua të lirë për herë të parë. E ndjem ndjesinë e lirisë, asaj që e pritnim me vite të tëra. Sot, 18 vite pas, e kemi këtë datë për një rikujtim të veçantë. Për të rikujtuar secilin prej nesh, në veçanti vetveten për detyrat, obligimet dhe përgjegjësitë që i kemi. Për ta bërë Kosovën që e deshën ata që e dhanë jetën për të. Për ta ndërtuar këtë vend për një ardhmëri më të mirë për fëmijët tanë. Sonte nuk kemi formë më të mirë dhe më të bukur se të festojmë këtë ditë, me zërin e ëmbël të një doajeni, gjenerata e gjenerata të tëra që u rritën në melodinë e zërit të tij, në muzikën e tij. Sonte jam këtu personalisht me familjen 3 gjenerata, me prindrit, me bashkëshortin dhe me djalin, që të 3 gjeneratat e ndjejnë muzikën e të madhit Ismet Peja, cilit me kënaqësi të madhe ja festojmë 80 vjetorin e lindjes, 63 vjetorin e performancës dhe gjitjes në këtë skenë dhe shumë skena tjera anë mban shqiptarisë. Për këtë arsye sonte nuk kemi vetëm si komunë në këtë organizim. Kemi edhe Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Republikës së Kosovës. Përshëndes sekretarin e Ministrisë, zotin Beton Firzi, me bashkëpunëtor që është sonte këtu me ne dhe që bën të mundur organizimin e kësaj marrëdhënie. Përshëndes gjithashtu zërat e ëmbël dhe të bukur të muzikës popullore shqipe që janë këtu. Shkurte Feza, Miranda Hashani, Ismet Bogujevci, Shkelzenje Tishi e pash në skenë prapa, gjithë muzikantët që kanë ardhur të nderojnë të madhin Ismet, cilin e kanë pasur si model, cili vazhdon me zërin, muzikën dhe energjinë të tregoj se sa vlerë ka populli shqiptar, sa vlerë ka kultura dhe muzika jonë. Ndihem e privilegjuar të jem kryetare e një komune që ka nxjerrë nga xhiri i saj zëra që e bën shqiptarinë të krenohet. Mbrëmje të këndshme sonte, edhe njëherë urime dita e çlirimit të Gjakovës. Ju falënderoj. Përshëndetje për të gjithë mirëseardhje, ju faleminderit të gjithëve. Kënga e parë Zhuk, për me tregu që tash vjen djali im Begimi me Leonardin, me djalin e vllaut, në vitin 1954, për herë të parë si solist i Radio Prishtinës së atëhershme, e këndova këngën Këna o Zog Ujmanit. Qytetarë të komunës Gjakovës, më lejoni që në emër të familjes së vllaut të madhit Ismet Peja, Ismail Peja, dhe në emër të motrës Mandush Molla Tahiri, që urojmë 80 vjetorin e lindjes dhe 65 vjetorin e karrierës. Knoft zemra gjithmonë aq. Love me.
kur unë isha i ri, knojsha bashkë me shokët e mi, mirë po jeta kështu e ka, shkoj rinia s'kthehet ma. Mirë po jeta kështu e ka, shkoj rinia s'kthehet ma. Në shërën janë
pesha shri Leka dine gjithë në soba Linda dhe pesha shri Ka të një kongës jetër Që në zemra të të gëmë Baca jest i ma voce fin Ti gjithë më mja ke zakon A ja të një kongë bukur Por i një zemra me ja u ka Ka të ty të lumë dy konja Që për ta je popun s'ka O, dhuje së të veja Sonja më zëtë Orë shëna më blok të zonë Por do t'jetë edhe shumë gjatë Sepse e ka vullnetin E ka prej muzikës Duar përgjitje të madhe Për bacënisme Për bacim që të monë Kam nderin unë me gjithë kolegët e mi që sonte jemi këtu Se po kënojmë të njeriu që e kemi pas udhërëfys Jo vetëm ne në Gjakovë Por kudo në Shqiptari Vërtet e thash në muzik pak në zhurë Por tani të më thonë ma qetë se Vërtet njerës si Baca Ismet është gjëna me u plak Por këto jenë ligjet natyres Por me gjithate unë i dëshiroj shëndet jetë gjatë Dhe qysh po shof Kom bindje edhe shpresë madhe që do t'jetoj edhe shumë vjetë Edhe të t'na knaqi me gjithë vitet Me gjithë peshën e moshës, së mundjes e të gjithë aty në që ka përjetu është i veçantë, nuk ka me te Bacës Ismet që në këtë potpuri tradicionale të Gjakovës ta dëgjojmë një diçka.
Artist në skenë, artist në jetë, gjithmonë ka qenë shembull për ne, prandaj edhe një herë nga zemra urime. Jam me shumë emocion dhe jam e nderuar që po këndoj këngën Xhamadani bashkë me ju. Faleminderit shumë. Shëndete të mira gjithmonë për ty. Faleminderit, urime. Prej se e mora nderin dhe ula në karikën e të parës komunës, në datë të veçantë dhe në festa të veçanta, si kjo e sotme, në përvjetorin e çlirimit të Gjakovës, filluam të nderojmë me çmime njerëzit që i dhanë identitet këtij vendi. Njerëzit që me kontributin e tyre, qoftë në art, në kulturë, në sport dhe në vlera tjera të cilat janë ushqyer me vite, dekada e shekuj në këtë tokë, zdritën emrin e Gjakovës. Nuk mund të kem një personalitet më të duhur, nuk mund të ketë një datë më të veçantë dhe nuk mund të ketë një përvjetor kaq të shënuar si ky i sodit, që të trija të ngërthyera në një, se kjo mbrëmje e bukur që të ndahet ajo mirënjohje dhe ai çmim nga zyrja kryetares së komunës. Ai çmim quhet Gjakovari ndritur dhe sonte mishrimi i dritës, i zërit, i gjitha asaj kënaqësie, ndjesie dhe vlere të bukur që është shpërndar në gjitha trivat shqiptare, me shumë kënaqësi, nder dhe respekt të veçantë, i takon Zotit Ismet Peja. Motivacioni lexon. Zotit Ismet Peja për kontributin e dhënë mbi gjysmë shekulli në kultivimin e vlerave të muzikës së mirëfillt popullore shqipe dhe për hapjen e saj anë kënd botës. Egzofs edhe për shumë vite të tjera dhe faleminderit për krejt që ka bën për ne. Gjakovari ndritur Ismet Peja në rrëvijojën e komunës së Gjakovës. Se këtë manifestim e ka mbështetur edhe Ministria e Kulturës, ftoj përfaqësuesin e Ministrisë Kulturës që të vijë. Mirëmbrëma të gjithëve, e nderuara kryetare e komunës së Gjakovës, zonja Kusari Lila, të nderuar mysafir nga të gjitha trojet shqiptare që ju shoh këtu. Shumë i respektuar publik gjakovar, urime ditën e çlirimit 18 e çlirimit të qytetit të Gjakovës. Raci Ismet, e din fort mirë këtë mirënjohje kemi pas me ta ndohë para një 3 vjetë, kemi po muhabet, po këta politikanë na çojnë çështu neve para në përzgjedhje po na ubreni, po sidoqoftë edhe kjo natë jam jashtëzakonisht i nderuar që këtë mirënjohje ta ndoj në emër të Ministrisë së Kulturës, Rinjisë dhe Sportit. Kam kënaqësinë e 2 fisht e para që po ndaj unë në emër të Ministrisë dhe e dyta se është mirënjohja e parë që i ndahet një artisti ton të këngës popullore. Domethënë era parë bashkë me Ismet Pejën që nisim të traditë të mirë si Ministria e Kulturës. Faleminderit mirënjohje e Ministrisë së Kulturës. Sofra e Shkupit, Sofra Gjakovare e Shkupit. Këngëtari Ismet Peja gjatë karrierës së tij 63 vjeçare, ka interpretuar këngë kompozitorëve të shuar të këngës popullore.
një falënderim special për Kuvendin e Komunës Gjakovës, për Ministrinë e Kulturës së Nisë Sportit të Kosovës, për Drejtorinë e Kulturës për Nisë Sportit Gjakovës, për të gjithë bashkëpunëtorët të mi, për të gjithë këngëtarët, për të gjithë kompozitorët, për të gjithë ata që kanë shkruar tekste për mua edhe për këngë e shoqërisë Radushi. Jam krenar, një falënderim ju shkon fëmijëve të mi, gjinës, vegimit dhe vesarit, të cilët me kënaqësi të madhe më kanë bo me përjetu vetën si prind i dashur që i kam këta 3 vllatë dhe kur do që ka pas punë me ta, kam mbet i kënaqur me bisedën e tyre dhe kanë pas dëshirë të takohen përsëri. Një falënderim i veçantë i posaçëm shkon për të ndjerën bashkëshortën time Zonën Barije, ashtu pra. Betoni e tha shumë bukur, që 3 vjetra kemi njësh, e ndjera më nëjke atë ke shmet, për më duke që s'përdën me ta bo. E bojnë, të thra. Për pat keq, bashkëshortja ime nuk pat jetë të gjatë dhe kalen jetën e gjatë atë jetë të mshushme, i qoftë letë Vorri, i qoftë letë dheu i Kosovës e i Gjakovës. Kështu që 55 vite martes me te, asnjëherë nuk ka qenë pëngjesh në rrugtimin tim të në përbot, ku ko marrë pjesë. Kështu që ajo ka luajtur 2 role, edhe të nënës edhe të babës. Ajo ma shumë mi ka eduku edhe mi ka shkollu e vlad, se unë gjithmonë kom qenë jashtë Gjakovës. Edhe njerë, falënderim, madhën e kam për të ndjerën, zonën të një falënderim. Moshe bukur, kjo rinia, gjatë mirë po ta se ka, mirë po jashe e të shëria, dhe ke borgje për me da. Mirë po jashe vjen të shëria, dhe ke borgje për me da. Shkeptuj vodash mi, rovi kurse kamel duhe, qedin prava t'in leshri. Rovi kurse kamel duhe, qedin prava t'in leshri. O Ismet, na trego sovietike. O Ismet, na trego sovietike. O për një të marrë, që bëllë këmë rejnë që e përgjër, unë e ja.